Europa po jeton një periudhë pasigurie të thellë, teksa hije të qarta të synimeve ekspansioniste dhe veprimeve agresive të Moskës po shfaqen çdo ditë në veri dhe qendër të kontinentit. Vendet baltike, ato skandinave, Polonia, Gjermania, Belgjika dhe Holanda raportojnë gjithnjë e më shumë episode që shkelin sigurinë kombëtare dhe rendin publik, duke ngritur alarmin për një strategji më të gjerë destabilizuese të Kremlinit. Në kufijtë e NATO-s, dronë të identifikuar ose jo, deportojnë rregullisht në hapësirën ajrore të këtyre shteteve, duke detyruar autoritetet të mbyllin aeroportet civile, të shtojnë patrullimet dhe të rrisin nivelin e gatishmërisë ushtarake. Një situatë e ngjashme është shënuar së fundmi në Poloni, ku një atentat hekurudhor në territorinë e saj u konsiderua nga Varshava si sabotim i qëllimshëm, i lidhur potencialisht me veprimtari të sponsorizuara nga Moska. Ekspertët e sigurisë në Europën perëndimore nuk e shohin këtë si seri incidentesh të izoluara. Përkundrazi, ata paralajmërojnë se kemi të bëjmë me një model të qartë presioni dhe provokimi, i cili shtrihet nga sulmet kibernetike të sabotimet fizike dhe veprimet hibride që synojnë dobësimin e institucioneve demokratike dhe destabilizimin e aleancave euroatlantike. Përballë kësaj klime të tensionuar, kryeqytetet europiane po rishikojnë politikat e mbrojtjes, po forcojnë praninë ushtarake në kufijtë lindor dhe po koordinojnë përgjigje të përbashkëta për të frenuar çdo tentativë destabilizimi. Ndërkohë, qytetarët e kontinentit po përballen me realitetin se siguria europiane nuk është më një koncept i garantuar, por një sfidë e përditshme në evolucion.